se një fars, unë i falëroj, me le pak një minutë, në prit, njerë t'i falëroj përzemërsisht, kandidat të pavarur për guximin që treguan dhe konstatuan që është një Shqipëria ka vetëm farsë elektorale, kjo është një tani edhe botërisht po njihet, po fillon të njihet një autokraci elektorale, quhen ta, po diktatura autoritare. Që ata bën të pamundur, ata qytetar, intelektual, profesione të ndryshme, të biznesmen, të pavarur, por konstatuan që këtu zgjedhje nuk ka, po ka farsë. Zoti Berisha, si i cilësoni dhe këto zgjedhje fars, ku nga të dhënat zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve votuan rreth 20% të qytetarëve, 80% nuk dolën fare të votonin. Pra, pikërisht fars, kjo tregon farsën. Mos kjo do të tregoj që përveç se për ta mbaruar pyetjen, mos do të tregoj kjo që përveç se qytetarët nuk pranojnë pra Partinë Socialiste, mos ndoshta ju refuzojnë edhe juve pra opozita? Nuk ishim ne ishim thirrje për të mbështet të pavarur. Nuk ishim ne domethënë e bëm atë. Pa i bojkotuat të zgjedhje? Jo, nuk i bojkotuam. Jo, prit. Jo, se po të ishte bojkot, thënë i bojkotuam. Jo, nuk i bojkotuam, por ne ju shpendëgjuat një herë në bëj thirrje. Qytetarët votoni mos nuk u përzihem në atë problem, ne mbështetëm dhe u regjistruam për shkak të këtyre, për shkak të sepse nuk përfitonin komisioner. Pra ishin disa veprime të studiuara mirë, të cilat testuan se kjo qeveri zgjedhje nuk bën, se qytetarët e kanë kuptuar dhe nuk mund dalin në zgjedhje, nuk mund dalin, sa dolën. Pra mund të quhet një manovër për të shmangur përgjegjësinë e humbjes? Ja, absolutisht. Jo, po farsa është farsë. Manovra shiko. Farsa duhet luftuar, në farsë nuk ka zgjedhje. Dhe një